Përshëndetje të gjithëve, ju uroj një ditë bukur. Kanë filluar ditët e nxehta me të shikoj. Dhe këtu ku jetoj unë është mrekulli. Sot kemi një pago letra. Do të reqim 4-5 letra të shikojmë sa gjërat mira do na vinë. Uroj që të vi diçka që t'ja vlej për ne. Okej? Të marrim letrën e parë. Kush nuk e do dashuri? Kush nuk e do shpirtin binjak? Dashuri e re, rikthime. Shikoj që kemi shumë zgjedhje për të bërë tani tutje. Ne po ndihmojmë veten tonë dhe po i lëm disa gjëra mbrapa shpatullave. Do vazhdojmë të ecim përpara dhe shikoj që kemi realizim në ëndrat tona. Dikush po na thërret në energji, dikush po na mendon aktualisht. Shikoj që ky person të ndihmon nga ana shpirtërore për të dalë nga e kaluara jote dhe të bësh zgjidhjen e dur aktualisht. Do të ndihmojë në të gjitha aspektet ky person. Magjistari të jep jetë të re, të jep sukses. Do manifestosh për diçka që ti e ke kërkuar. Mund të jetë rikthimi, mund të jetë dashuri e re, mund të jetë një gjykatë apo një dokument. Është zgjedhja juaj çfarë manifestimi do bëni ditën e sotme. Shikoj që gjërat janë duke u ndryshuar në të ardhmen tuaj. Drejtësia është në krahun tënd tashmë. Ti duhet të provosh dhe të manifestosh gjërat që kërkon nga magjistari. Disa gjëra janë duke u mbyllur me të kaluarën, por ti duhet të shikosh situatat në të cilën je. Duhet të zësh një pozicion dhe të integrosh në të ardhmen. Shikojmë një femër të zgjuar. Shikoj një femër që i pëlqen materializmi. E kujt si pëlqen? Cila femër është ajo që nuk e pëlqen gjën e bukur, gjën e mirë, gjërat e shtrenjta. Shikoj që kjo ka një dashuri shumë të madhe për familjen e vet, dashuri të madhe për jetën që bën. Por duhet të tregohet pak më e mbrojtur në dashuri dhe të mbrojë veten e saj që mos e lëndojnë të tjerët. Dashuria është shumë e bukur. Dashuria është ajo që t'jep krah dhe t'jep realizim në anën shpirtërore tënde. Shikojmë që ose ndjejmë më saktë që gjërat do të ndryshojnë në të ardhmen. Pse? Sepse shenja e gafores do sjellë një njerëz të ri në jetën tuaj. Mbase gjërat s'kan qenë ashtu siç keni menduar ju në të kaluarën. Tani ka ardhur momenti që të jetosh emocionin, momentin. Bëje këtë dashuri të re eksperiencë për veten. Bëje këtë dashuri të re të ecësh përpara dhe gëzo në shoqërinë tënde apo njerëzit që ty të rrethojnë. Shikojmë 9 kupat. Po e mbyll me 9 kupat. Nuk dua që ta prish më. Një dashuri që po realizohet. Është e vërtetë ajo që ti kërkon. Ëndrat e tua janë realitet tashmë. Magjia është në jetën tënde. Magjia e dashurisë. Të them të kesh një fat në univers, po të sjellë në rrugën tënde gjëra të bukura, një njohje të re, edhe kjo njohje e re është dashuria jote vërtet. Paçi fat.